Teksa në fund të vitit secili bën bilancin e vet, ne kemi menduar që të bëjmë pak a shumë bilancin se çfarë ka ndodhur në Shqipëri, ngjarjet e rëndësishme kryesore, sidomos ato të aktualitetit dhe politikës. Për të bërë këtë analizë, kam të ftuar në një lidhje direkte analistin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe ju për ftesën në këtë fund vit. Zoti Merkoçi, gëzuar viti mbar si fillim dhe shpresojmë që 2026 të jetë shumë i mirë për gjithë shqiptarët. Gëzuar dhe juve dhe gjithë shqiptarët që ndodhin sjell mbar. Zoti Merkoçi, cilët kanë qenë ngjarjet që e kanë shënuar 2025-ën për Shqipërinë? 2025 ishte vit elektoral dhe si vit elektoral pritesh ndryshime të mëdha, të paktën nga populli shqiptar, i cili ishte i ngopur me qeverisjen e Ramës dhe nisi me një entuziazëm, themi. Ky entuziazëm erdhi dhe si pasojë e ardhjes në pushtet të Donald Trump, duke menduar se do ndryshoj ashtu si në Amerikë, do ndryshonte edhe në Shqipëri, domethënë situata politike, plus i ishte mandati i katërt i Ramës, kështu që askush nuk e besonte apo nuk e mendonte se Rama do zgjidhej për 4 herë kryeministri i këtij vendi. Falë dhe gjendjes situatës si ndodhet Shqipëria. Por pavarësisht nga entuziazmi që shqiptarët ndjenin në vetvete apo kërkonin atë ndryshimin e madh, 2025 nisi me një drejtësi e cila fillimisht pati atë kolpon e parë me vendimin e Trumpit, i cili deklaroi dhe hoqi usajtin, domethënë nga gjithë vendet e botës financimet dhe ikja e FBI-s nga Shqipëria, ju dha një themi një kënaqësi, qoftë edhe shpirtërore, qoftë edhe politike. Ai sa dolën në media, i pari ishte kryeministri Rama, i cili doli dhe deklaroi që tashmë, domethënë, FBI-ja i iku, ne jemi ata që vendosim, ne jemi ata që bëjmë, ne jemi ata që kemi këtë reformë, këtë drejtësi është në vullnetin tonë, në dëshirën tonë se çfarë do bëj. Por ky entuziazëm nuk zgjati shumë, pasi FBI-ja u rikthye në Shqipëri, i vetmi vend, siç e kemi theksuar gjatë gjithë vitit, që është i vetmi vend në Ballkan edhe në Europë që kthehet FBI-ja në një institucion siç është drejtësia apo SPAK-u. Kjo bëri që të filloi edhe të ndiej ritmi i kënaqësisë shpirtërore të politikës shqiptare në përgjithësi dhe të veçantisë, si personi i cili është do të rezultonte një nga personat e cilat jo të gjithë shqiptarët po e kuptonin apo po e bënin që ky është ai personi i cili po e tryshton Shqipërinë, po e mbledh, po e shpopullon, po e bën pavarësisht nga fjalët që thoheshin gjatë gjithë kohës. Ajo pastaj që ndodhi me votimin apo shpalljen e datës zgjedhjeve që pritesh të bëhesh thash ky ndryshim, por çuditërisht patëm një dakordsi ndërmjet pozitës dhe opozitës për sa i përket kodit zgjedhor, një kod zgjedhor i cili edhe pse u miratua nga të dy palët, edhe pse u bë bashkë nga të dy palët, dhe pse kishin një dakordsi nga të dy palët, arritën ta miratojnë këtë lloj kodi dhe ta hedhin, domethënë, në treg si një nga arritjet më të mira, më të bëra, por rezultati u kuptua. Ajo që ishte ngjarje tjetër, si asnjëherë tjetër, ishte në kodin zgjedhor, ku partitë politike dhe kryesisht PD-ja mori gjoja atë flamurin e votimit të refugjatëve apo të migrantëve tanë të ndodhur jashtë, duke pretenduar se këto do të sillnin fitoren, do të sillnin atë çapriste, domethënë, populli shqiptar. Në të njëjtën kohë që pavarësisht nga kundërshtitë që kishte,
zërat kundra nuk u dëgjuan, sepse nuk mundesh që një refugjat I cili jeton diku tjetër dhe të vendosin mbi fatet e vendit që nuk ka asnjë lloj lidhje në kuptimin e jetës, jetesës, rrogës, taksave të tjera dhe të vi dhe të vendosi se kush do qeverisë në një vend tjetër. Për sa kohë je larguar, patjetër që mirë po e mori përsipër PD-ja si një armë dhe mendoj se me këtë do triumfonte. Më pas ndodhi ajo zgjedhja, fillimi I asaj fushatës ku Rama vazhdonte me atë ashtu siç erdhi në pushtet, qysh në vitin e parë, që erdhi me barsaleta, me batuta, me pa program, pa asnjë gjë, vetëm duke goditur opozitën e cila të themi të vërtetën nuk ishte e përgatitur apo nuk donte, nuk di se si t'i vëmë emërtimin, duke u marrë më tepër me non-gradën e Berishës, se pra e gjithë jeta politike e opozitës ishte thjesht me non-gradën e Berishës dhe me atë trumpetimin që me ardhin e Trumpit do t'i hiqet non-grada Berishës, me tashmë do Berisha do ikin në maj, do ikin qershor, do ikin në prill e këto. Ja dhe me datë 5 do I heqin. Pra, e gjithë fushata së propaganda, më themi, e Partisë Demokratike ishte në dy aspekte, në konstatimin se sa ka vjedh njëri dhe tjetri dhe tek non-grada e Berishës. Gjë që e sfumoi të gjithë fushatën, gjë që bëri që gjatë fushatës duke ardhur edhe Lasivita, duke marrë Lasivita, duke e shitur si një person I cili I ardhur nga Trumpi, pra ky ka bërë fushatën e Trumpit, ky është personi që vjen nga republikanët, si mbështetës të republikanëve, rezultoi negative, sepse Lasivita erdhi ditën e parë dhe erdhi ditën e fundit dhe nuk u duk fare në fushat, nuk pati asnjë lloj ndikimi, por falë edhe atij kodit që bën, me sa duket opozita u knaq me atë kod dhe me ato numra deputetësh që do merrte, të sigurt, dhe vazhdoi atë lojën e përhershme pas zgjedhjeve, duke deklaruar që do ngrihemi protest, këta na kanë vjedhur, këta na kanë bërë. Pra ai justifikimi I 13 viteve të rresht, sa herë ka pas zgjedhje, po këtë lloj trompete ka pasur, nuk ka pasur ndonjë gjë tjetër. Në të njëjtën kohë që Rama vazhdonte, forconte, ndërtonte atë mafian shtet të tijën, duke e kthyer Shqipërinë tashmë në një vend republikë kryeministrore, pra ai vendos për gjithçka dhe ai bën gjithçka. Opozita nuk po gjente forcën apo nuk po kishte argumentin për të nxjerrë në pa dhe për të ngritur kauza gjatë kësaj periudhe kohe. Do të shohim që gjatë gjithë fushatës nuk ishte absolutisht asnjë kauzë, nuk ishte asnjë lloj fryme dhe alternative, gjë që Rama e shfrytëzonte me atë propagandën e tij, po në ana tjetër duke shpenzuar edhe para në këtë drejtim, në fushat, duke aktivizuar të gjithë ato çfarë janë, domethënë grupet kriminale, lekët e drogës, korrupsioni, duke I joshur me vende pune, duke I joshur me leje ndërtimi, pavarësisht se çdo gjë ishte prapë në komandën e tij, nuk ishte se ishte thjesht se ky po e bënte edhe po humbiste, përkundrazi. Ajo që I bie në sy pastaj ishte fushata e cila nuk rezultoi pozitive për sa I përket opozitës, sepse Rama kishte të gjithë administratën e cila e hodhi në treg, dhe ishte tepër aktive tek emigrantët, duke paguar dhe para emigrantëve për votat e tyre, dhe ajo që ishte tjetër pastaj ishte Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, I cili ishte një komision I cili patjetër do mbante krahun e qeverisë, patjetër do mbante rolin e saj duke bërë atë lojën me DHL-në që gjithë shqiptarët e dinë dhe bëjnë se çfarë ndodhi, domethënë. Dhe ajo që është kryesorja është që edhe në këtë fushat, domethënë nuk pati një ohon për sa I përket luftës së krimit, luftës të drogës, luftës së LGBT-s, të familjes, përveç se asaj çka unë kisha deklaruar dhe kisha dalë në protestë vetë, që arritën ta marrin atë minimumin etik, ta fusin si
si një kaos për të cilën nuk e zhvilluan, nuk e bën dhe njerëzit nuk arritën ta kuptonin tamam se çfarë është e si është, por e futën si kaos, por gjë që nuk ju ngjiti sepse ajo që unë ju pata thënë që Berisha në momentin që tha që minimumi jetik duhet jetë 200 euro, unë dola direkt dhe i thash ju me këtë lloj kosto që keni vendosur, do të thotë që firmosni varfërinë në Shqipëri. Dhe realisht ashtu ndodhi. Ajo që ishte kryesorja ishte që Rama gjatë gjithë kësaj kohe luajti edhe në politikën e jashtme dhe me Europën, duke thënë që do merrni pasaportën, do bëheni europian, na thuti se shqiptarët nuk janë europianë, nuk jetojnë në Europë, por ne do merrnim atë pasaportën. Në këtë kohë ka qenë ai momenti ku unë thash që u bëri pak edhe lajm, themi që unë deklarova që nuk dua të futem në BE, nuk më pëlqen BE, se është një kooperativë e cila vetëm vjedhet dhe nuk bëhet asgjë tjetër, nuk ka asnjë të mirë shqiptarët, sepse që të futesh në BE duhet bësh një referendum, duhet tregosh anët pozitive dhe negative, në të cilët asnjë nga partitë nuk e bëri. Por vazhdoja linja politike e Sorosit dhe kjo u tregua hapur kur Rama vajti në dasmën e Aleksit, ku aty u bë mbledhja kabales e masonerisë, e Rothschilde, e Sorosit, dhe Rama u caktua si personin që do bënte flamurtarin, themi, apo portavoçen e Sorosit në Europë. Dhe po ta veni re, në të gjithë takimet që ai bënte në Europë, ju thurnin lavde, i rrinin këmbë, i rrinin gatitë, ky bëhesh dirigjent, dhe ajo që e vërtetoi më pas këtë lloj veprimi ishte veprimi që Rama bënte Kashi Trambi, duke ofenduar, duke hedhur batuta, duke bërë, dhe ajo që binte në sy ishte apatia e opozitës. Apatia e opozitës ishte totale. Ishte totale sepse humbi zgjedhjet në mënyrë drastike dhe nuk pati kurajën të bënte një analizë të brendshme, të mbante përgjegjësi dhe të kishte ndryshime. Si para fushatës, si në listat e deputetëve, si në pas fushatës, ne pam një opozitë e cila ishte tepër apatike, tepër e lodhur, apo të themi më mirë një opozitë e cila nuk kishte dëshirë për ta marrë pushtetin apo për ta reaguar kashi asaj humbje që bëri drastike, themi, që bëri. Dhe këtu vazhduan vetëm me atë denoncime apo me disa të quajtur protesta para bashkisë apo disa protesta të cilat nuk dhanë absolutisht asnjë lloj rezultati, nuk pati asnjë lloj ndikimi, u morën gjatë gjithë kohës me inceneratorët, gjë që nuk hodhën kurrë në treg një kaos apo një alternativë dhe të jetë një rrugë zgjidhje për sa i përket çështjes, sidomos çështjes e emigrimit, që ishte hallka dhe plaga më e madhe e shoqërisë shqiptare. Por vazhdoj në të njëjtën ritëm, vazhdoj në të njëjtën gjë dhe vazhdoj duke e shtyr, domethënë ato iku gjithë vera duke me pretendimin se do vi shtatori, do bëjmë namin, do çojmë në revolt. Dhe Rama vazhdonte në këto kohë Rama vazhdonte programin e tij, e kupton, duke dal kundër SPAK-ut, duke dal kundër Amerikës, duke bërë veprime të pakuptueshme, të themi të pakuptueshme, derisa arriti sa u filluan, domethënë spastrimi, themi, SPAK-u filloi spastrimin e ambientit, më mirë themi, të qeverisë, ku filloi me ato drejtorët, me ato punojësit, filluan spastrimet në këtë lloj forme derisa arriti në kulmin e tij, themi, kur Dumani arrit bëj arrestimin e Belinda Ballukut, që është zëvendësja kryesore e Ramës, edhe pse u tregua hapur që Rama më nuk e kishte forcën kashi SPAK-ut, nuk ishte më ai Rama që komandonte, ai që fliste, ai që bënte, dhe pavarësisht se pati një e marrë pandehur zëvendës kryeministre, përsëri opozita nuk e shfrytëzoi dot, nuk arriti ta shfrytëzoi dot. Nuk arriti të ngrej popullin në këtë lloj forme për këtë lloj skandali apo rrënimi të shtetit shqiptar.
dhe vazhdoi po prap me atë retorikën e saj, do bëjmë këtë, do vi ky, do bëjmë atë, vetëm me propagandë, në të njëjtën kohë ajo që të bënte përshtypje ishte që e humbi atë nocionin e të godyt e të ndjekurit të politikës të djathtë të Amerikës apo të vet Donald Trump, dhe nuk e pa në asnjë moment edhe lufta që po bëhesh nëmjet Ramës edhe Trumpit. Vizitat që Rama bënte ku ishte i pranishëm Trumpi, qoftë edhe në katedrale, filloi me katedralen edhe me gjithë vizitat apo deklaratat që u bën në NATO që Shqipëria është një vend ku agjentura serbe ajo ruse vepron, dhe opozita nuk pati asnjë lloj reagimi, nuk pati reagim në ato çfarë ishte deklaruar, por opozita heshte kur unë deklaroja që Rama është i lidhur me agjenturën kineze, dhe këto vërtetuan të gjitha, por të gjitha skandalet e ndodhura të kësaj qeverie nuk mund të ketë një vend të dytë në botë që një qeveri të ketë kaq shumë skandale, kaq shumë korrupsion, kaq shumë drogë, dhe të gjithë raportet e ardhura nga Departamenti i Shtetit apo nga fqinjet tanë siç është Italia, nuk ka pasur asnjëherë asnjë lloj reagimi. Por të deklaroj, për shembull, në Itali deklaroj që në 2024 kanë kaluar rreth 50 ton kokainë në Itali nëpërmjet Shqipërisë, pra Shqipëria e kthyer në një pikë të kalimit të drogës, të grumbullimit dhe të kalimit të drogës, pastrimit parave, gjë që po e thonin të gjithë. Dhe opozita nuk qe zonja ata, nuk di pse, arsyet i din ata, por në popull të paktën nuk pati atë ngrohtësinë që t'i jepte popullit dhe shpresën atë frymë, mirë po duke mos pasur këtë shpresë apo këtë besim tek opozita, sidomos pas humbjes së zgjedhjeve, filloi edhe vazhdoi ky emigrimi i të rive, iku, dhe gjatë gjithë kësaj kohe Rama luftonte përsëri në atë programin e tij, duke qenë portavoċja e Sorosit, dhe kërkoi gjatë gjithë kohës që ta godiste figurën e Trumpit, ta godiste duke menduar atë si në mandatin e parë kur ai deklaroi që Trumpi është e keqja e botës, dhe pastaj pati shansin që shkoi në Amerikë, në Departament Shtetit, po harroi se mandati i dytë i Trumpit jo vetëm që ndryshoi totale politika e tij, qoftë politika brendshme dhe politika e jashtme, por ndryshoi edhe kabineti i Donald Trumpit, dhe tashmë kishte një Suzi aty si sekretare e kabinetit, e cila është bër blokadë të gjithë personave të cilët janë kundër politikës Amerikës apo të cilët kanë vepruar ndër vite kundër politikës Amerikës. Dhe ishte persona e cili ka bërë agjendën e Trumpit, dhe ky Suzi nuk ka qenë ajo barriera, unë e kam deklaruar gjithmonë që ka qenë barriera numër 1 e Ramës apo çdo personi tjetër, por kryesisht e Ramës, për të mos bërë asnjë lloj kontakti me Donald Trump. Ajo që bie pastaj në sy akoma më shumë, bie në sy korrupsioni galopant, i cili spaku arriti ta zbërthej tashmë dhe ta bëj publike në të gjithë mediat, duan apo s'duan, është bërë publike tashmë, një korrupsion galopant i qeverisë, i këtij njeriu i cili nuk njeh kufi, dhe ajo që unë kam thënë që ky ka marrë një detyrë që me çdo kush, me çdo formë, me çdo çmim duhet të qëndrojë në krye të vendit, pasi është jo vetëm se është i deleguar i Sorosit në Europë, por është ajo pjesa që çdo deklaratë një kryeministri bën më tepër bujë se sa deklarata e një ministri apo i deputeti apo një kryetari partie, nuk di se si. Edhe kjo vërtetua me atë deklaratë që ky bëri me Macronin, ku e gjithë media botërore u mor me deklaratën e tij si kryeministër i Shqipërisë dhe jo si emër nominal. Kështu që viti 2015 them, 2025 them që ishte viti më i mbrapsht
më i keq, por që nxorrin e pa atë shkatrimin e shtetit, sepse shteti të drejtës nuk ekzistonte, apo edhe shteti ligjor nuk ekziston më në Shqipëri. Rasti Ballukut ishte rasti më flagrant, domethënë ku gjykata kushtetuese u bë barrierë drejtësisë. Gjykata duhet ishte ajo gjykatë e cila duhet të vendoste mbi drejtësi, përkundrazi ajo u bë barrierë drejtësisë shqiptare, duke marrë një vendim pezullimi, të një vendimi, po të kolegëve të tyre të themi, gjykatës apo kërkesës së spagut. Dhe kjo tregoj që para ligjit nuk që e kanë gjithë barabartë, nuk janë të gjithë të njëjtë, dhe forca e ligjit nuk është forca e ligjit, po forca e dëshirës për ta burgosur atë fukarajin, për ta burgosur popullin, i cili nuk mundet të ketë fuqi, dhe për të lënë të lirë këta që vjedhin, bëjnë çdo lloj marifeti. Dhe çfarë nxorri tjetër që ishte më thelbësore për shqiptarët? Nxorri që siguria kombëtare e Shqipërisë është në nivelin zero. Ne nuk kemi siguri kombëtare, por jo vetëm ne nuk kemi siguri kombëtare, por ajo që është kryesore është se ne kemi prekur edhe sigurinë kombëtare të tanë apo të vetë Amerikës. Kështu që jemi në ato ujëra tashmë ku çdo gjë është e kuptueshme, e pranueshme nga populli. Domethënë nuk ka më njeri që të thotë që Rama është i tillë apo i tillë, ku në të njëjtën kohë, pavarësisht se në konferencën e fundit të shtypit ai bëri deklaratat prap bomb, duke sulmuar përsëri, duke sulmuar Amerikën, duke sulmuar politikën amerikane, duke deklaruar kundër spakut, por me një kashillik që unë mos pyesni ata që janë ca njerëz atje në Amerikë, mos i pyesni ata, mos i dëgjoni ata, më dëgjoni mua, pra. Ajo e përfundoi mjaft keq në këtë lloj forme, duke pas parasysh që qoftë edhe ai vendim që jepet për Ballkanin Perëndimor, qoftë edhe për ashtu siç e kam ritheksuar, që është pjesa e Komisionit Energjetikës, apo vetë FMN, që nuk ishte bërë vaki nga 96 e sot, që sillte një raport të tillë. Në përgjithësi, ky është ai rezumea e të gjithë vitit, dhe ajo që të vjen keq sepse jo se Rama mbizotëron dhe është i fortë, jo se Rama është ai personi që është i paprekshëm, por për sa kohë kemi një opozitë e cila nuk ka ndjekur në asnjë moment, nuk ka ndjekur rrugën e të djathtas, por gjithmonë ka bërë atë politikën e Sorosit në një mënyrë apo në një tjetër, sepse po ta vini re gjatë gjithë këtyre kohëve, për shembull, edhe në për këto protestat, themi, apo foltor që bën Berisha, nuk u përmend kurrë, qoftë lufta kundër Sorosit apo lufta apo emri i Donald Trumpit, këtë treguar në protestën e fundit, ku askush nuk përmendi qoftë luftën kundër Sorosit, por qoftë edhe mbështetjen që opozita apo linjin që opozita duhet të kishte me politikën e Trumpit. Kjo të vjen keq, domethënë, për këtë lloj opozite, dhe më tepër tash merren me përçarjet apo me makinacionet që bëjnë brenda për brenda njëri me tjetrin. Pra më vlerë kishte, domethënë, takimi që mund të bëj një antar kryesie, se sa politika në tërësi, apo hallet e njerëzve, apo ajo që njerëzit kërkojnë, sepse njerëzit patjetër që kërkojnë një ndryshim, pavarësisht se këtu trumpetohet sikur njerëzit janë po këta të cilët duan këtë lloj qeverie apo duan Ramën, është në mënyrë absolute jo, dhe kjo u vërtetua qoftë edhe nga sondazhi i fundit që bëri brenda Partisë Socialiste, ku 34% e mbështesin Ramën si kryetari i asaj partie, apo si kryetar partie ishte realisht, po në një kohë ishte edhe si kryeministër, apo darka e fundit që bëri në Pallat Brigadave, ku minimalisht një 10 persona, deputet ndër të tjera, që nuk ishin të pranishëm, duke filluar nga Pandeli Majko,
Fatmir Xhafa e kompani, nuk di se sa ishin, po ishin 10 vetë të cilët nuk i vajtën në darkë. Pra një ndarje, një përçarje brenda partisë, ajo që kam thënë që Rama pavarësisht se trumpeton të 83-shin, ai nuk guxon të çojë absolutisht asnjë në seancë plenare për të hequr imunitetin apo për të mbajtur imunitetin e një personi, pasi e di shumë mirë që nuk i ka votat për ta miratuar, domethënë mos heqen imunitetit, sepse e di shumë mirë që nuk i ka këto vota, pavarësisht se ka 83 vota si parti, si opozit ka 83 vota, por kur vjen puna për votimin për të hequr imunitetin, është sigurt që ai nuk i ka këto vota. Dhe ajo që bëri përshtypje tjetër që ishte po një lëvizje politike që u dha shansi përsëri opozitës për ta bërë, ishte mbledhja e komisionit të mandateve, ku opozita nuk kishte pse kërkonte absolutisht jo ditë pas as një sekond kohë, duhet të shprehesh në mënyrë të hapur aty që ne jemi pro heqjes mandate dhe s'kërkojmë asnjë lloj dokumenti, se ne jemi ata që e kemi deklaruar gjithmonë dhe se kemi thënë Lubi Balluku, kemi pas çdo dokument dhe duhet i lenin topin Partisë Socialiste për të vendosur, jo më këta të bëheshin pjesë e debatit. Gjithashtu një nga ato goditjet pastaj që hëngë dhe opozita ishte firmosja për Endri Shabanin, njëri i Sorosit, të gjithë deputetët e opozitës firmosin për kandidimin e tij, pavarësisht lojës më pasme që u bë, jo po ishte për vetëm thjesht për kandidim, jo po ne si dham votën, jo po bëjnë atë revoltën apo atë skenën në parlament. Kështu që ky vit për mua, nëse do e mbledhë me dy fjalë, ishte tregoi rënimin e shtetit shqiptar në tërësi, krijimin e një republike kryeministrore dhe një opozite e cila akoma nuk di se ku është, domethënë nuk ka gjetë akoma veten, akoma nuk është e aftë për t'i mbushur mendjen apo për t'i dhënë besimin popullit dhe për t'i kthyer shpresën, atë shpresë ja kanë vrarë për 35 vjet rresht. Zoti Merkoçi, çfarë presin shqiptarët nga 2026-a? Në 2026 të gjithë shqiptarët të jeni të bindur që të gjithë shqiptarët i kanë syt tek Spaku, dhe jo se Spaku do bëhet është ai Hanxhai, themi, por Spaku tashmë përfaqëson atë drejtësinë. A do ketë drejtësi shqiptar, a do jenë para ligjit të gjithë barabartë ashtu siç e thotë kushtetuta? Dhe Spaku, duke qenë se njerëzit janë të mirë informuar, janë të ndërgjegjësuar për të gjithë aferat që ka bërë, të gjithë korrupsionet, të gjithë vjedhjet që ka bërë kryeministri i vendit, patjetër që ata presin me padurim largimin e Ramës. Jo se Spaku duhet kuptuar drejta, jo kështu siç trumbetojnë këta që Spaku është mbi qeverinë, jo. Spaku duhet veprojë në mënyrë të drejtë dhe ligjore për sa kohë kapet një vjedhje, të themi më mirë ta themi shqip se sa aferë, më mirë ta themi shqip. Për sa kohë një kryeministër, një zëvendës kryeministër, një ministër apo një punonjës, një vartës vjedh dhe kapet në vjedhje, nuk ka nevojë apo këta oligarkët e famshëm, të cilët janë bërë palë me pushtetarë dhe po vjedhin këtë popull, po e vjedhin, domethënë dita ditës, po e vjedhin dhe duke dalë këto lloj afera, këto lloj vjedhje dalin tashmë dhe janë bërë prezente, atëherë ky popull pret që Spaku të veprojë dhe mbi këtë që është kryeministër, ky që është drejtuesi, kryetari i mafias. Këta shqiptarët presin të arrestohet kryetari i mafias, me pak fjalë, më popullorçe. Të arrestohet, jo të arrestohet për inat, jo të arrestohet sepse duan këta, por aferat e këtij, vjedhjet e këtij, shitja e interesit kombëtar, coptimi i Shqipërisë, dosja me Gonigal, dosja me Sinaloan, Marubën, të gjitha që i kanë dalë, të gjitha shkojnë te ky dhe njerëzit me të drejtë thonë si është e mundme që ky njeri me të gjitha këto që po bën, me gjithë të dëmet që i ka sjellë këtij vendi, me gjithë të shkatrim që i ka bërë kombit, ky njeri duhet të rrijë akoma në pushtet. Nuk e kuptojnë se si mund të rrijë ky njeri. Dhe të gjithë shqiptarët presin tashmë
arrestimin e tij. Kjo dhe për fal me fshësit apo bashkëpunimit, quajnë si doni, me fshësit opozitës, e cila nuk i jep popullit, nuk i jep asnjë lloj besimi, asnjë lloj shpresë. Nuk ka absolutisht asnjë shpresë. Te kjo opozitë nuk kanë shpresë. Thash, këto e kanë treguar gjithmonë në ulje ato pjesët e protestave që ka bërë. Dhe populli nuk ndihet i sigurt në këtë pikë. Dhe vetëm siguri që shohin, tashmë e shohin tek Amerika. Të vjen keq, domethënë që po ta marrim nga pikpamja kombëtare, të vjen keq që ti e kërkon ndihmën nga të huajt. Por kemi arrit në këtë pikë sa ne kërkojmë tashmë ndihmën e të huajve. Pra të vijë Amerika ta bëj këtë punë, vijë Amerika të na ndihmojë. Të vi Trumpi apo administrata e tij, se Trumpi vetë do vi, po administrata e tij, domethënë politika e tij të vi këtu dhe të veprojë për të ndaluar këtë të keqe kaq të madhe që ka zënë Shqipërinë. Për të vetëm arsye sepse ne nuk jemi të Zot. Jo se janë Zot shqiptarë, duhet të kuptojmë drejt, por politika shqiptare në 35 vjet e ka bërë Shqipërinë në këtë lloj forme. E ka shkatruar sistemin, ne nuk kemi sistem. Ajo që unë kam deklaruar që është në 2014, kur filloi reforma në drejtësi, thash fillimisht ne duhet pranojmë. Ju duhet pranoni që ka rënë sistemi, pastaj të bëjmë reformën. Mi po shohim që jo, këta vazhdojnë me të njëjtin sistem. Pra, këta nuk largohen nga sistemi të kaluarës 1 dhe nga politika Sorosit 2. Unë ju them këtyre, këta shkojnë deri te revizionisti shkon në opozitë, nuk shkon dot ke djathtë, nuk e prek dot të djathtën. Dhe fatkeqësia e këtij kombi është se për 83 vjet ne nuk kemi të djathtë. Një vend që nuk ka elitë. Nuk ka vend tjetër ku mos të ekzistojë elita. Ne nuk kemi elitë. Po një vend që nuk ka elitë, çfarë ndodh? Ndodh kjo lloj katraure. Ne shkojmë drejt Germinës. Pikërisht sepse elita është ajo pjesë që mban përgjegjësi dhe vendos. Është AIKA. Por kur mungon kjo mungon sepse mungon e djathta. Ne nuk kemi të djathtën në Shqipëri. Këtu vetë deklarohen. Këtu janë me vetë deklarime. Sot deklarohet konservator, nesër i djathtë, pastaj i qendrës, pastaj deli i majt, pastaj kthehet prap konservator. Domethënë, këtu nuk është brymosur akoma ajo koncepti se duhet të ekzistojë e djathta në Shqipëri, po e djathta këtu nga politika shqiptare gjithmonë është goditur. Gjithmonë nuk është lënë të ngre krye. Në mënyrë apo në një tjetër, në një formë apo në një tjetër. Nuk është lënë për të vetëm arsye sepse këta nuk duan. Ajo që unë ju kam thënë, në PD për shembull, nuk gjen një njeri të dani dhe të thotë që ne do ndërtojmë kapitalizmin. Këta kanë frikë fjalën kapitalizëm. E kanë shumë frikë fjalën kapitalizëm. Këta shkojnë deri tek ekonomia e tregut. Pra, deri ke ajo, se ekonominë e tregut e duan djathtët, e majtët, edhe qendra gjithë thonë për ekonominë e tregut. Ndërsa kapitalizmi i cili ndërpret në bindje. Pra ne ju them unë që Partia Demokratike ka humbur ideologjinë e saj. Ka humbur boshtin. Nuk ka bosht. Dhe një gjë që s'ka bosht, prandaj dhe Rama bën këtë lloj tallavie. Sepse i thonë një fjalë popullore, gjesh shesh e bë për shesh. Dhe ai këtë ka bërë. Dhe shqiptarët prandaj tashmë po ti pyesësh të gjithë i kanë sy dhe veshët e spaku. Jo se spaku thash është ajo sopata, por sepse mendojnë të paktën kjo drejtësia me që ka një mbështetje dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me që është edhe FBI-a dhe DEA këtu tashmë, dhe spaku ka marrë një fuqi tjetër, fuqinë ligjore kërkojnë shqiptarët, nuk kërkojnë kokë turku kot. Pra nuk kërkojnë që ti ta godazësh politikisht, po ta godazësh ligjërisht. Pra për të gjitha këto që ka ndalë, supozojmë që ose ti thua inceneratori është fakt, nuk ekziston, që ose ti thua akshi, por që ose një kryeministër dele dhe e ngren akshin në kup qilët, na i qitë drejtoreshtën e akshit, është edhe me shpime qera, në të aty ku hikin miliardat, ku hikin siguria kombëtare, apo ballukun, apo tjetrin, kur shqiptarët nuk kanë siguri pronës, në Shqipëri mungon siguria juridike. Dhe në një vend që mungon siguria juridike nuk mund të ketë as investitor të huaj,
Nuk mund të vinë të huaj në një vend që mungon siguria juridike. Dhe prandaj them, shqiptarët presin nga SPAK-u, jo se SPAK-u është mbi qeverinë dhe po dënon qeverinë politikisht. SPAK-u, të gjithë të cilët janë në SPAK, unë nuk di se të ketë ndonjë në SPAK që është për bindje politike. Unë di që në SPAK të gjithë akuzat janë për vjedhje, janë për grup të strukturuar kriminal, janë për drogë, janë për pastrim parash, janë për fshehje pasurie. Unë nuk di në një që tjetë i hetuar, i ndaluar, apo i dënuar nga SPAK-u për bindje politike. Deri më sot unë s'kam parë ndonjë. Pavarësisht se këta arrin ta nxjerrin, sikur këta janë të dënuar politik. Nuk e di se kush pra këta dhe dallimin e të burgosurit politik dhe me një politikan që burgoset nuk e kuptojnë. Nuk e kuptojnë. Dhe i fusin të gjithë në një thes. Pra, mjafton që ti të kesh një detyrë, kryetar partie, president, kryetar kuvendi, kryeministër, ministër, dhe në këtë moment, kryetar bashkie, në këtë moment, nëse ti arrestohesh nga SPAK-u, apo merresh i panderu nga SPAK-u, në këtë moment i thu, unë jam i dënuar apo i hetuar politikisht. Po pse politikisht? Në qoftë se ti nuk e vjedh, nuk ka gjykatë që dënon, pa prova. Dhe këtu tash jemi tek ajo pjesë dhe prandaj them që të gjithë presin SPAK-un për këtë arsye, sepse nuk gjen asnjë kanal tjetër për ta frenuar këtë lloj vjedhje galopane që është triliarda, nuk është as miliona. Do të shihni çuditëra të mëdha. Por këta që të dy palët e kanë trumpetuar me të madhe BE-n, nesër BE-ja shkatërrohet. Dhe do shohin se çfarë politike të ndyrë ka pas BE-ja ka shi Ballkanit. Se çfarë politike të ndyrë ka pas për të rrënuar ekonominë italiane, ajo Van der Linde, me gjithë Mëncin, me gjithë Macron, me gjithë Rame, me gjithë. Dhe do shihni se të gjitha fijet lidhen tek Rama, edhe te BE-ja, edhe tek korrupsioni që ata kanë bërë, që kanë vjedh miliarda. Dhe kjo tash të bën të le të dyshosh. Dhe njerëzit, duke qenë se nuk kanë opozit, shpresën e vetme e shohin tek SPAK-u. Por gjithmonë ngul këmbë, jo te SPAK-u për të bërë hakmarrje politike, apo për të vendosur SPAK-u mbi shtetin, apo mbi qeverinë, apo mbi parlamentin. Por për të vendosur drejtësinë, atë që ata kanë vjedhur, se ti të vjedhësh miliona, qindra, mijëra, miliona, edhe të qëndrosh në detyrë, kjo është absurditeti më i madh. Mirë po, edhe vendimin të cilin kanë marrë tashmë Amerika për Ballkanin Perëndimor, Vučić e ndjeu dhe bëri deklaratën ndje, tha do jetë konferenca e fundit ose e parafundit si presidenti i vendit. Pra për të thënë që nesër do keni zgjedhje parakoshme, se nuk shkon, do të largohet edhe në mënyrë të butë. Ndërsa Rama është e kundërta. Jo, thot, unë do jem këtu se unë SPAK-un e qis për jashtë, unë i bëj këto, unë i kam 83 vota, bashkë me se edhe Berisha thot do ta shkri SPAK-un, pra bashkë ne po të bëjmë bashkë ju zhdukim, pra ky kërcënon. Gjatë gjithë kohës kërcënon. Gjatë gjithë kohës ky ka kashillik me Amerikën. Dhe me vetë Trumpin ka kashillik. Ky i bën kashillik pse? Se është portavoce e Sorosit. E caktuar nga kjo organizat për të qenë portavoce dhe për të bërë kashillikun, sepse Shqipëria është qerdhe e Sorosit. Pavarësisht se dalin disa persona, individ apo grup, dhe fillojnë dhe shajnë gjoja Sorosit, dhe deri dje kanë hongër ke Sorosit, këta si Sorosit, dalin dhe shajnë Sorosin, dhe këte e bëjnë për t'i bërë paraprit, edhe këta për t'i bërë paraprit të asaj të djathës që të dali. Se thot jo, thot se jemi ne që po e shajnë. Dhe si puna asaj që thara Mizalia, në shani tha që të bonit besushëm. E njëjta teori është, e njëjta për ne them Sorosi nuk është Sorosi se është Sorosi individ, Sorosi është ideologji. Është komunizm po me emër tjetër globalizëm. Nuk ka internacionalizëm, ka shoqëri e hapur.
Nuk kam bashkime profesionale, rinia që ishin ndjevat e partisë, thot shoqëria civile. Dhe po t'i vesh re, edhe të opozita, gjithmonë thon shoqëria civile, vazhdojnë po me këtë term, sepse kemi futur edhe në kushtetut. Jemi i vetmi vend që kemi institucionalizuar Sorosin në kushtetut dhe për ne Shqipëria është çerdhe. Ashtu siç bëri edhe me ligjin e Gjinive. Ku opozita u kujtua vetëm ditën e fundit që e solli parlament, u kujtua me i thonë popullit që ky po sjell ligjin e Gjinive. Pra, është bërë një konglomerat i tillë në politikën shqiptare që nëse nuk shkatërrohet kjo lloj politike, nëse Sorosi nuk largohet, po duhet largohet me ligj. Duhet nxjerr jashtë funksionit me ligj. Ne kemi gjykatën kushtetuese që është me Sorosin. Antarët e gjykatës kushtetuese janë Sorosi. Si që janë në gjithë institucionet e tjera të drejtësisë. Se, prandaj thashë, ne kemi futur në kushtetut. Dhe ai mbrohet me ligjin e kushtetutës. Dhe prandaj marrin këto vendime. Prandaj del Gendi Ibrahimi dhe merr atë vendim. Se është kompleti Soros bashkë me të tjerë. Se janë futur në atë pozicion, janë futur jo për merit. Jo se ata janë karrieristë të asaj karriere. Po morën me pazare, se këtu bëhet politik pazare, nuk bëhet politik këtu. Tu kemi vetëm ca pazargjin, vetëm politikanë s'ka në Shqipëri. Ashtu siç nuk kanë diplomat. Se është turpshme që ne të përfaqësohemi me Elisa Spiropari në diplomaci, krye diplomati e Shqipërisë. Apo Gjaçka, apo kushdo tjetër që ka qenë aty. Se deri sot për 35 vjet ne nuk kemi pas një përfaqësues të diplomacisë, nuk e kemi pas të hajrit. Po vetëm vetë den pa marrë kot. Bëhet ajo ministri, bëhet domethënë për qoka. Siç bëhet për qoka kryetari i parlamentit apo presidenti. Arri ve një kapter ushtrie që s'di asgjë, e kupton, ti e merr ve president. Dhe tallen gjithë. Se po të kishe pas një fije dignitet atë fjalim, për Gjinitaj nuk i kishe majt kur në OKB. Po edhe i është portavoqe e Ramës, si që janë gjithë tjerët. Pse e bëri kabinetin ky me femra? Sepse femrat ky i poshtron. Femrat i komandon, femrat i shtyp, dhe ti kur fillon ta godasësh pastaj, ai thot pse me femër merresh ti? Pra e du me dy porta. Pra edhe këtej, vetë është dhunusi më i madh, pastaj ky del mbrojtësi më i madh. Dhe ky është ai që dele për shty në Amerikën dhe pastaj shkon në LP në Amerikën. Dele për shty Trumpin dhe pastaj shkon në LP Trumpin. Se s'kan ftyrë këta. Këta janë pa karakter, pa asgjë. Dhe prandaj dhe populli pret, është mësye vesh tek spaku pikërisht vetëm për këtë. Për këtë gjë që këta njerëz të cilët janë hajdutët të këtij vendi, janë shkatrues dhe shitës të interesave kombëtare, mos të jenë në politikën shqiptare, të japin llogari para drejtësisë. Dhe prandaj shohin spaku dhe mendojnë me të drejtë, me qenë se është edhe DEA dhe FBI-ja mbrojtësit të spakut, atë deklaratën, atë statusin që bëri dje në mënyrë diplomatike ambasada amerikane që nxori që një student ka mbaru atje, akademinë për edhe do vi në BKH. Që lidhje ka po ta marrësh nga pikpamja njerëzore, lidhje ka ambasada tregoj se një njeri që ka diplomu. Pa ajo ishte një lëvizje diplomatike për t'i kthyer përgjigje për gjithë ato çfarë tha Rama në konferencën e shtypit vjetore. Dhe ja u bëri në mënyrë diplomatike, duhet të tregu që ne mbrojmë dhe do jemi përkrahas dhe ndihmës të spakut derisa të vendosit drejtësia në Shqipëri. Këtu flitet do vendosit drejtësia në Shqipëri. Se nuk mund të komandojmë bandat tash në një vend që komandojmë bandat. Në një vend që e ka kthyer në mafia shtet, do vazhdoj mafia të komandojë shtetin shqiptar. Po nëse edhe aleatët tanë, të cilët kjo është vetëm shpresë e shqiptarëve, që aleatët tanë dhe kryesisht Amerika, politika amerikane të ndërhyjë për të zbërë këtë lloj politike, se ne nuk kemi më. Këtu njerëzit janë të varfër dhe një njeriu që s'ka bukë me hangur nuk mund t'i kërkosh të çollë edhe dil në protestë.
Në dyndën kohë që nuk ka një opozit që t'i japi shpresë, që t'i japi siguri, që t'i japi besim, se ja dhanë të gjitha e kanë dhënë dhe karë pune e kanë shkel atë besimin e qytetarëve. Opozitje ka shkel besimin e qytetarëve. E ke marrë 13 vjetë dhe është e turpshme që të rrinë një njeri i tillë, të rrinë pushtet me vjedhjet kaq të mëdha, me skandale kaq të mëdha dhe të fitoj, jo vetë të fitoj mandatin e 4, por ta fitoj me një shumicë absolute votesh. Përgjegjësia e kujt është kjo? E popullit? Jo. Nuk kemi pse i vëmë përgjegjësi popullit. Përgjegjësia është e politikës. Është e politikanëve, drejtuesve që janë. Tash, këtu e gjithë ajo lufta apo gjithë energjitë hidhen te non grata Berishës. Po shëturshëm. Në shëturshëm kjo. Non grata është gjë personale, le të merr gjithse kush me gjë personale. Po jo të merr një parti e tërë me non grata. Po jo të merr ti të gjithë njerëzit të cilët i morën, i dhunuan demokratë. I dhunuan demokratët. Dhe erdhi puna ti po ata njerëz i mori, i futa aty, sot i ketë drejtuesit e partisë. I mori i bërë edhe deputet. Po më fal. Po këta demokratë çfarë janë? Ta antarët e partisë tënde çfarë janë? Njerëz me buton që sa herë ti dush ti do të vinë mas teje? Po pse pa menjen këta, budallën këta? Dhe prandaj ka dhe shpërbërje, ka dhe shkarje. Ka edhe ai që nuk të vjen protestë, është ajo revolta, nëse Ramës bëjnë atë revoltën që largohen nga Shqipëria, revoltë e heshtur, ty ta bëjnë edhe revoltën e heshtur që nuk të vjen protestë. Pa e kanë lexuar ndonjëherë, kanë bërë ne absolutisht asnjëherë. Nga maj që janë bërë zgjedhjet. Tani jemi fund dhjetori, do vi maj dhe akoma s'do jetë bërë analiza, por kur ka bërë një herë analizë PD-ja si për humbjet që ka bërë, absolutisht asnjëherë. Gjithmonë kështu i kalon në heshtje. Do i bëjmë sot, do i bëjmë nesër, dhe kanë qitë në divergjencë brenda për brenda, i kanë saju aty mërëna për mërëna dhe kaq. Mi po kjo është që ti popullit i heq shpresën. Njerëzit shohin dhe prandaj sot ky popull i ka syt ke spaku. Tek drejtësia, jo te spaku si spak si institut, por tek drejtësia. Dhe duan që të vendosin drejtësia tashmë mbi këtë vend. Qoftë për kreun e shtetit. Se dhe ai që është president sot është me dosjen spak. Se ka firmos të gjithë shkatrimin e ushtrisë, të gjithë pronët e ushtrisë i ka heqë jashtë liste. Portin e Lionit në Sarand me firmën e tij që ka marrë Olda Xhaçi. Lutem. Atëherë si do vazhdoj me këta? Dhe prandaj populli shef këtë drejtësi që vete vendoset këta. Vete miratu, nuk pyetën popullin këta, vete miratu. Tani të përgjigjen para kësaj drejtësie që vete bën, vete miratuan. Zot Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën dhe gëzuar vitin 2026. Faleminderit edhe juve për këtë intervistë fundit edhe gëzuar juve dhe gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Shimin 2026, faleminderit shumë.